Sa po kishte filluar të përmirësonin pak zgjimin e mëngjesit, ndodhi ndryshimi i orës dhe ne jemi sërish zgjuar që në 5:30. Vura për të 100-ën herë në vend gjërat që ishin lënë brëm ose Bato nxori nga vendi, filluam të luanim pak. Më pas erdhi momenti ku Bato kërkoi bukë, literalisht dua bukë, dhe i përgatita disa dritëra të reja që i mora për t'ja provuar. Mund të them që i pëlqeu dhe japin votën 8. Më pas i zgjodha veshjen e ditës, shumë të rehatshme për në qerdhe dhe fillova dy luftimin për ta veshur. Jemi në një fazë që nuk duam të ndrojmë pampersin, nuk duam të lahemi, nuk duam të vishemi, gjëra që më përpara i bënte me qef. Më pas vesha unë diçka shumë të thjesht për ta shoqëruar Baton në qerdhe. Sigurisht i përgatita çantën me pelenat, ndrimet që i duhen për ditën, dhe ju drejtuam qerdhes. Pasi lash Baton bëra një ndalesë për të bler disa fruta perime, gjithashtu pash edhe ndonjë kungull, por ishin realisht shumë të mëdhaja për t'i zbukuruar me Baton. Dhe këtu nis pjesa tjetër e ditës, merrem pak në shtëpinë, për këtë dhe Larion sigurisht, gatova darkën në mënyrë që Bato kur të kthehet nga qerdhja të ketë diçka gati, dhe më pas u mora pak me veten. Rimora kremin super hidratues të Ara Herbs, i cili më ka pëlqyer shumë, tekstura e lehtë, por të njëjtën kohë ushqen shumë lëkurën, lën këtë efektin healthy, glowy, dhe më pas u bëra gati për në punë. Ja ku jam këtu me Rion. Për vlogje më të gjata, më ndiqni në YouTube. Ciao!